Përshëndetje, në këtë video të mësojmë se si me fut një formë në një formë tjetër. Për këtë ushtrim, për e marë rrethin, për e krijoj me shift kështu, të më thonë mënyrë proporcionale, pastaj për zgjedh edhe një katror, edhe për krijoj mënyrë proporcionale, katrorit për shkoj pjanë në ngjyrën, për me pa dallimin. Ta shikoni këtu të layers, katrori mbi rrethin, të më thonë edhe klopën e mesme, vajta zjallta, bëhet renditja, apo mumi thamë me bëhet drag and drop. Jena mësuar në videon para prak. Tasht, për me fut një formë në një formë, me thonë këtë rast, nëse domi e katrori mu fut në rrethit, atëre katrori duhet me qenë i renditur në rreth, sikur kjo rasti konkret. Kështu që tani selektoj këtu dyja, edhe klikoj me tastin e djathtë dhe klikoj make clip in mask. Shikone, tani katrori ka hitë rrethi. Në këtë rast, rrethi u sakrifiku për katrorin, se merret vetëm pathi ku ka qenë rrethi, ndërsa tani rrethi nuk shihet vetëm katrori, po në formën e rrethit, shikoni. Ndërsa, nëse domi me met edhe katrori edhe rrethi, atëherë bëmi një veprim tjetër. Kthena mbrapa me CTRL C. Okej, tani janë të dyja. Tash kështu që pe klikoj rrethin, klikoj CTRL C, pastaj CTRL Shift V, do të thonë i kam kriju dy rretha. Shikoni këtu janë dy rretha. Ndërsa klikoj rrethin e parë, edhe Shiftin e moj shtypur edhe klikoj katrorin, edhe shkoj me tastin e djathtë e klikoj make clip in mask. Shikoni tani duket që rrethi edhe katrori. Po këtu janë dy forma të ndome, dy lloje ndoma. Kështu që nëse do me mi bë bashkë, selektojmë të dyjat edhe klikojmë CTRL G. CTRL G do të thonë grup. Kemi edhe këtu grup, CTRL G edhe ungroup do të thonë me ekpi grupit e kena shift CTRL G. Shikoj tani në grup edhe është katrori në rrethit. Nëse do me hek tash katrori në rrethit, klikojmë dy herë, klikojmë pastaj edhe dy herë derisa të hapet, klikojmë hapet kështu, e klikojmë CTRL Z, klikoj pastaj këtu në hapësirë bar dy herë, edhe CTRL V, shikoni tani del katrori prej rrethit.